8 nëntor, ne nderojmë atë me të cilin kënaqemi. Në rast se përmban këmbën që të mos dhunosh shabatin, në rast se nuk i kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë, në rast se e quan shabatin kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit që meriton nder, në qoftë se e nderon duke hequr dorë nga udhëtimet e tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folurit për problemet e tua, do të gjesh kënaqësinë tënde te Zoti. Unë do të bëj që të kalërosh mbi lartësitë e tokës. Isaia 58:13-14. Është krejtësisht e mundur që ta kërkosh Perëndin pa e përluftuar atë. Nëse duam që kërkimi ynë të nderojë Perëndin, ne duhet ta ndjekim Perëndin për gëzimin e përbashkësisë me të. Mendoje shabatin si një ilustrim të kësaj. Zoti qorton popullin e tij sepse ka kërkuar kënaqësinë e vet gjatë ditës së shenjtë të Perëndisë. Në rast se e përmban këmbën që të mos dhunosh shabatin, në rast se nuk i kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë. Çfarë po thot ai me këtë? Apo thot se nuk duhet të kërkojmë gëzimin tonë në ditën e Zotit? Jo, sepse ai vazhdon të thojë, në rast se e quan shabatin kënaqësi. Dhe në vargun 14, do të gjesh kënaqësinë tënde te Zoti. Prandaj, ajo që Zoti po kritikon, është se ata po kënaqen në punën e tyre ditën e shabatit, në vend që të kënaqen në bukurinë e Perëndisë së tyre, si dhe në prehjen dhe shenjtërinë që përfaqëson kjo ditë. Perëndia nuk po i qorton për hedonizmin e tyre. Ai po i qorton për dobësinë e atij hedonizmi. Siç tha edhe C.S. Lewis, ne kënaqemi tepër kollaj. Ata kënaqen me interesat laike dhe kështu i nderojnë ato më tepër se Zotin. Vëre se ta quash shabatin kënaqësi, shkon paralel me fjalën meriton nder për ditën e Zotit. Në rast se e quan shabatin kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit që meriton nder, kjo do të thotë thjesht që ti e nderon atë në të cilën kënaqesh, ose e përlufton atë me të cilën kënaqesh. Të kënaqurit me Perëndin dhe përluftimi i Perëndisë janë e njëjta gjë. Qëllimi i tij i përjetshëm dhe kënaqësia jone e përjetshme bashkohen në një përjetim adhurimi. Për këtë ekziston dita e Zotit. Në të vërtetë, ky është qëllimi i gjithë jetës.